Mirë mëngjes, jemi rikthyer në të pjesë të dytë dhe do lidhemi me një politikane të zonja, do ta quaja unë. Po të zonja patjetër, ndër të paktat politikane që janë të ndershme, mund ta themi kështu? Shqiptar, të ndershme. Ne supozojmë se ne nuk e dim se koleg. Po i tender rrugësh në gjatë. Jo, nuk është sindi kështu, nuk është kështu. Është modeste sa mos ka, nuk i pëlqen të quhet si shqiptarja e parë që është kryetare bashkie në Itali, por për ne do mbetet gjithmonë një rast krenarie, një rast që ja ka dalë me forcat e veta të jetë aty ku është. Sindi, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Buongiorno Sindako. Buongiorno, mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithë, është kënaqësi të jem këtu me ju. Ky është kënaqësia është e jona. Patjetër është e jona. Për ty ky është viti i 3 apo i 4 që je në të detyrë? I treti. Mandati është Mendjen tim janë 30 vjet u bën se është Po. e vështirë fort. Po 3 vite. Tani, nëse ti do ishe zgjedhur kryetare bashkie e një qyteti o qyteze diku në jug të Italisë, ose po themi poshtë Romës, edhe do të thoni se nuk është aq e vështirë. Por aty ku e zgjedhur ti, aty është edhe qendra e Lega Nordit. Unë nuk e di si do dalin. Lega Nordit dhe e Fratelli d'Italia. Unë nuk e di si do dalin zgjedhjet sot në Venecia, por gjithsesi, domethënë është garë e fortë. Do dalin mirë. Në Venecia do dalin mirë sepse Venecia qytet është e majt. Po. Ka qenë gjithmonë. Ndërsa krahinat janë të djathta, sidomos zona e sipërme e rajonit ku ndodhet dhe unë janë shumë të djathta. Ti praktikisht ke fituar me një listë të pavarur, ose lista civika, apo jo? Pavarësisht se ke pas mbështetjen e Smajtës, me sa kuptoj. Po, sepse edhe lista ime, formimi im i listës është i majtë. Neve përfaqësojmë parti dhe ndjeshmëri të ndryshme politike brenda listës, por mbetemi progresist si listë, të gjithë. S'duhet këtë qenë e lehtë, apo jo? Përpara teje ishin të majtë apo djathtë ata që e kishin në qytetin? Ishin, si ta them, demokristian. Kështu të qendrës, katolik. Kanë qenë qendër e djathtë. Po. Por çfarë panë të ty këta banorë që besuan votën dhe me të dëgjuar e kam në për gazeta ndryshme ku kanë folur për ty, që kanë votuar dhe më shumë nga sa ishte parashikuar votonin? Pra nëse ti prisje rreth 40%, kanë qenë 48, në mos gaboj? Po, diku te 48. Unë mendoj se rasti im mund të ndodhte vetëm në një vend të vogël, siç është Pieve di Cadore, që është bashkia ime, sepse tu ka shumë të bëj, ka shumë ndikim marrëdhënie personale që ti ke me kandidatët. Është një qytet shumë e vogël, kështu që ti arrin të flasësh direkt në kandidatët, edhe t'ja kuptosh dhe natyrën dhe personalitetin, karakterin, që kanë shumë të bëjnë në këto zgjedhje vendore të vogla. Ndërkohë që do ishte shumë herë më vështirë në një qytet të madh të Italisë. Ne kemi parë Londrën, kemi parë New Yorkun, që kanë kryebashkiak me origjinë dhe me prerje të ndryshme, që nuk janë londines dok, nuk janë nga New Yorku, por do ishte shumë e vështirë në Itali, sepse në Itali është akoma perceptimi i migrantëve si problem, si burim problemesh është ende shumë i fortë si perceptim. Ne në fillim e lexuam Dhe kjo jo për të viktimizuar, Jo, s'pak. Jam më mirë nga të tjerët. Por që rasizmi është akoma problem në Itali. Është e kohës që neve të gjykojmë ndryshe. Po, ne në fakt u njohëm tani me këtë material dhe lexuam çik gabim, ose më saktë shkruar gabim, Pieve di Cadore, jo Piove. Pieve. Pieve që do t'jetë në ndonjë mënyrë të themi lokale, piede, ndoshta. Më poshtë se shkruaj mi koleg, thjesht një moment është një gërmësh. Jo, ideja është kjo, më shumë se sa për Pieve, unë jam interesuar për Elbasanin, sepse unë jam nga Elbasani, që do të thotë ne kemi pirë ujë nga i njëjti impjant i Krasës vogël, në një kuptim. A më çaketa shiko, gosë Elbasani, nuk është... Pra, sa ti ke ikur e vogël nga Elbasani?
Unë kam mbaruar klasën e 3 dhe kam shkuar në Itali që në maj të 2001 dhe në korrik mbusha 9 vjeç. Në Elbasan, në qytet, shkollën, në cilën shkollë? Te Luiq Kurakuqi. Edhe ti kolega, ty e ke për shkollën? Jo, ka 2 shkolla Elbasani. Ah, mirë, që ka i marë. Na i Frashëri. Po. Mami ka pas bërë te na i Frashi. Po, na i Frashi. Mami po na ndjek edhe babi, I përshëndesim që të dy, ka një vajzë fantastike. Sepse me siguri duhet njihemi edhe personalisht se ne që jemi rritur atje në ato kohë edhe njiheshim. Ti mban mend ndonjë gjë? Të gjitha. I mban mend, 9 vjeç, ka qenë vogël. Dhe absolutisht. Dhe me gjithë angazhimet që ke, a kthesh, vjen ndonjëherë? Unë çdo vit në Elbasan edhe mundësisht më shumë se një herë në vit, sepse kam akoma gjyshen dhe tezën në Elbasan, po përveç kësaj më lidh edhe shumë, më thënë, afeksioni vetë për qytetin. Megjithse sa herë që vi tani më duket një qytet, sa herë që nuk e di i pa shpresë, një qytet i dëshpëruar më duket. Nuk dua të flas keq për qytetin tim, Jo, shiko, më vjen mirë që e realiste sepse këtë ndjej edhe unë që shkoj gati çdo javë, por le të themi që për ata që e udhëheqin qytetin, më kupton, që kanë profesorët e tyre në bashki, pra ja është një grup që udhëheq qytetin, kanë ca njerëz që kanë vënë politik në bashki dhe në qeveri, ata janë të kënaqur. Ata thonë Elbasani, ata janë shumë mirë, e kupton, janë një grup mund të jenë 20, 30, 50 veta, e kupton, band mund të jetë, ku e diu. Por pjesa tjetër pastaj është vërtet në pikë të hallit. Kaq edhe nuk dua dhe unë të flas keq. Mirë, t'ka problem. Ashtu. Por, Sindi, në vendin ku drejton ti, problematikat më të shumta që has, cilat janë? Po janë problematika si të dhëna nga territori vetë, sepse unë jetoj në territor malor, kështu që kemi probleme plot me borën, kemi probleme plot me fenomenet natyrore. Hidhni krip ju, hidhni apo keni që shtrenjë? Çfarë, më fal? Krip në rrugë, hidhni kur bie borë, kur ka ngrica? Ose dush. Kripën e kemi kështu. Ne jemi më ekonomiqarë, do më kemi mësuar shoferve që të jenë më... Ne kursejmë krip, është shtrenjtë krip. Edhe të rëshkasim. Si ishe buka me krip, kripa me karar? Me karar, po. Me krip, kripa me karar, po. Ne kripën e fusim gjithë të gjella jonë e shtëpisë. Po. Ose të gjella jonë e llogarisë bankare. Në këto kuptim. Okej, po thonim që rrugët duan krip, borë, tjetër. Kemi, më thënë, probleme të lidhura me territorin, po kemi dhe probleme politike plotë, si çdo zonë, si çdo lokalitet, sepse këtu ka shumë komuna bashki që janë shumë të vogla, dhe që për mendimin tim duhen shkrirë edhe duhet formuar një bashki më e madhe. Këtu ka bashki me 200-300 veta banor. Kjo është e vërtetë. Janë nuk po themi lagje, po sa një pallat i Tiranës. Dhe këto komuna ishte vogla janë dhe shumë shpërdoruese, le të themi, të parave publike për mendimin tim. Kështu që një nga betejat më të mëdha janë është shkrirja e komunave më të vogla dhe formimi një komune më të madhe që të ketë dhe peshë politike brenda provincës pak më të madhe. Unë jam dhe brenda Këshillit Provincial, para një javë bëm zgjedhjet në provincë. Dola dhe më e votuara, po që di, nuk e mora vesh. Të lumt. Si ndodhi, po që ndodhi. Dhe kështu që një nga, më thënë, pikat është kjo shkrirje e komunave, dhe pikat tjetër e madhe, sidomos po flasim për 2029, është rinovimi kontratave koncesionare të hidrocentraleve, sepse këtu duke qenë zonë malore, ka dhe shumë hidrocentrale, këtu në Pjeve, sidomos, është një dikë shumë e madhe, që mbush me ujë dhe me energji të gjithë zonën e Venetos, shkon deri në Venedikt, e kështu që le të themi shpërndarja e parave që vijnë nga këto hidrocentrale duhet për mendimin tim dhe të listës të bashkiakit time dhe të partisë të cilës bëj pjesë, duhet që të jetë më e afërt me territorin, sepse të gjithë, pothuajse të gjithë të ardhurat e këtyre koncesioneve shkojnë në Venecia. Ti administron një komunë me rreth 4.000 banor, mos gaboj? Po. Po?
Dhe është më e madhe nga komunat këtu, bashkë me Cortina d'Ampezzo. Për t'ju dhënë një krahasim që sa të vogël janë. Është afër me Cortina d'Ampezzo? Cortina është vendi Po, 20 kilometra, skive, është ai vendi i famshëm I skive? Po, okej. edhe i olimpiadave që Dhe ju jeni provincë e Bellunos? Po. Po. Kështu që paka shumë... Dhe jemi shumë afër provincës të Bolzanos dhe një nga pikat kyçe politike janë këto komunat si për shembull Cortina d'Ampezzo që duhet kalojnë nga provinca e Bellunos në provincën e Bolzanos sepse Bolzano ka një autonomi të dhënë nga kushtetuta italiane më të madhe dhe kështu që edhe një gjendje ekonomike shumë herë më të fortë se provinca e Bellunos, sepse shumicën e taksave ato e mbajnë në vend. Sepse është rajon autonom. Është autonom, është vërtet. Pyetja, ju keni shumë turistë siç ka në pjesën e Alto Adigjes? Po. Jo, nuk kemi, ne kemi turistë. Keni stabilimente skish aty apo jo? Jo, sepse kemi turistë, po është një turizëm ndryshe nga Alto Adige, sepse neve nuk kemi pistat. Pistat e para këtu janë në San Vito di Cadore, që janë në prag të Cortinës. Këtu në Pieve kanë qenë disa pista, mirë po tani është dhe me ndryshimin klimatik është e pamundur të qëndrojnë dhe ka vite, pothuajse 30 vjeç që nuk ka më pista në Pieve. Atëherë në verë vinë për të bërë hiking. Sepse nuk mbas bora vetë. Në verë vinë për të bërë hiking. Por që është një tip turizmi më familjar, le të themi. Edhe i thënë pas familjeve, sidomos në verë vinë shumë familje, vinë edhe shumë... Okej, për të pushuar, ajër të pastër. Si ditë, ka bërë përshtypje që ata e pirë rakin i shesin e apo së bërë përshtypje? Jo, është një nga pikat që më bëri të ndihem në shtëpi. Mrekulli, domethënë. Edhe unë e kam origjinë nga Përmeti, kështu që të largët. Themi që rakia edhe në shtëpinë tonë ka qenë gjithmonë e përdorur. Jo e abuzuar, po e përdorur. Të flasim pak si prindrit e tu, jo se do të bëj morale, po në pozitën e tyre, që ti si kryetare bashkie marton dy janë. E pam dhe në foto dhe duke se ka... Marton gjitha njerëz e këshu, me radhe, dje formule për mënë që këshu. Kush do të martoj ty, kur të vit dita, që besoj të vit dhe shpejt, dhe më thënë se? Po pse ma hap të plag? Po pra dhe tash pa që do të flasi prindit e tu, do... Ti nisi dita mbarë dhe tyre të shkretë, se... Një po alajmin tani live, Cindy. Po thuaj në i datë në i gjithë. Po shiko... Të mbaroj mandatin, pastaj... Jo, nuk e bëndot. Kur mbaroj mandati? Edhe një vit është, apo jo? Pas i viti. Kur të vi koha që të mbaroj mandatin... Do kandidoj prap? Jo, do kandidoj prap. Jo, po kemi dhe fushatën, kemi dhe këto, kemi dhe ato. Po kështu e me të shtyme. Se kam përshtypjen se ty shumë shpejt e i qyteti mund të të bëjë që të ndjesh të tjeti vogët për ty, ndoshta të kërkosh diçka më tepër. Kjo puna e bashkimeve mund të ndihmoj që të vazhdosh edhe ca kohë, por ndoshta synimi është politika kombëtare. Plus që ka një gjë, këtu të ne, mandatet prindrit e vajzave si ty, mund të kishin më shumë shpresa, se mandatet edhe ndërpriten para se të mbarojnë. Jo në Shqipëri. Mund ndërpritet mandati shpejt edhe meresh me Jo. Jo, mos u tremb. Shumë veta e mendojnë këtë që Pieve do të më ringusht herë të avon. E mendojnë, Nuk është problem të kesh ambicie politike, problemi është arrivizmi. Më thënë, që ti të bësh politik vetëm që të shkosh diku vetë personalisht, që të zesh një post, të kesh fuqi, të kesh para. Më thënë, kjo është pjesë e kalbër e politikës, nërsa të kesh ambicie politike dhe ta kesh të qartë në mendje, çfarë do ti nga politika, ose çfarë do që politika të japi vendit që ti administron, është ndryshe. Kështu që unë nuk e mbyll dyert vetes, por nuk është vetëm i vetëm synimi jetës time që të them do shkoj në Romë, kam ëndër edhe pa politikën nacionale nuk ndjeme e plotësuar, nuk është... Jam ambicioze, por nuk jam arriviste. Po kështu oferta nga toka mëm të tipit... Këtë do të thoya, do ja hapje derën Shqipërisë për të ardhur. Jo pra të me, jo. Pëtoj oferta nga toka mëm, dhe më dhenë që të vi unë atje... Kush më do në Shqipëri mua... Këto falemderit që e ka që ndërgjeshme, po më thonim
propozime të tipit... Mua më patën dhe më zbuan. Sa mirë. Nuk je vetmja. Jo, nuk më patën asnjëherë, po unë vetëm një herë kam shkuar në summitin e diasporës. Ke ardhur pra 2-3 viteve. Dhe ju përgjigja në mënyrë shumë të sinqertë ministrit të atëhershëm të jashtëm, që nuk më kujtohet fort emri, po ishte një ministër goxha anonim, dhe që atëherë nuk jam ftuar më në summitin e diasporës. Ka një vizën sa mirë. Edhe e kam kështu si fletënderi këtë që nuk ftohem më atë summitin. Kur e shef motrën e modhe me vllajën e modh, çfarë mendimi ke edhe? Kur shoh, më fal? Motrën e madhe me vllajën e madh. Ne po I transmetojmë në televizor. Nuk e di në po ishe pamje. Motrën e madhe. Po tani e pash. Kam I kështu si lloj përzierje me të drejtën, është kështu reagim fizik. Marrë vesh se ne jemi dhe pro qeverisë, prandaj kemi përzierje tjetër, natyrës tjetër, domethënë mos Po është një marrëdhënie shumë e mirë. Shumë e mirë, e ngushtë dhe e sinqertë, mbi gjitha e sinqertë. Jo, unë po të thoja, a ke pas... Një gjaku, po thuajse. Po, ti e di që italianët janë pellask, domethënë, tani këtë e kemi qartë, domethënë. Madje gjua italishte mund shpjegohet, gjua italishte shpjegohet prej gjuhës shqipe, domethënë. Një shembull ma jep. Po. Është një fjalë pisë. Të flasim për fëmijërinë tënde, teksa po kërkoja për foto ndryshme në profilin tënd që fal Zotit ka plot dhe ti tregon çdo gjë nga jeta jote. Pash një lidhje të ngushtë me vëllain tënd. Jeni gjatë gjithë kohës bashk. Pse dhe ai është në pjeve. Po vllai ka ardhur këtu më I vogël nga unë, sepse kemi 5 vjet diferencë. Dhe kemi qenë gjithmonë shumë të lidhur, sepse vetë emigrimi na ka lidhur shumë, sepse kur erdhëm këtu, si mami dhe babi punonin shumë që në fillim, kam bërë gjithmonë 2-3 punë bashkë, që ne të shkojmë në universitet, e kështu që unë dhe Gersi jemi rritur si shumë familje shqiptare, shpesh herë vetëm, unë e merja nga kopshti. Pastaj, duke u rritur, kemi dhe pasur interese për bashkëta, si për shembull muzika, shkojmë çdo vit në koncerte bashkë, I kemi këto punën e koncerteve, kemi shumë keq, mami thotë, I keni lënë gjithë lekët në për koncerte, babi nuk ka më forcë që shprehet. Juve ju pëlqejnë koncertet apo birrat? Edhe birra, se nga një gotë birë në dorë ishin foto. Po folën tani për Aki, mos flasin edhe për birra, se ka të njerëzia që... Por te fëmijëria jote Sindi të është dashur të punosh një moshë fare të vogël. Diku te 13 vjeç, të kujtohet puna jote e parë. Çfarë bëre me ato para? Puna ime e parë ka qenë si babysitter e djalit të komshisë time, që jetonte në 2 katë sipër nesh. Ka qenë shumë I vogël dhe I ndroja panolinat, I jepja për të ngrënë, dhe më thënë, kur mbarova 8 vjeçaren, në mes të 8 vjeçarës, le të themi, dhe liceut, unë kam bërë liceun klasik quhet, që studioni dhe greqishtën e lashtë, ose gjuhën pelazë. Ti që nga fiks. Të lumë. Dhe latinisht. E kështu që më duheshe në atë verë që të bleja gjithë librat nga e para, dhe sidomos të bleja fjellorët e greqishtes dhe latinishtës, kështu që më thënë rroga le të themi e parë shkoj në libra. Po thuaj se e gjitha në libra, sepse dhe vetë më kujtohet ato 2 fjellorët kushtonin shumë. Dhe ajo që më ngeli, mund të më kenë ngelur diku te 5 euro një gjë e tillë, dhe shkova hangër një akullore me gjyshen time. Një politikane që atëherë. Po nuk pija rakia atëherë, po akullore në pëlqeja. Sindi, zakonisht shqiptarët kudo që shkojnë, mund të drejtohet gishti, dashe pa dashe. A ke patur ti ndonjë episod racizmi në ato vite? Atë ka ndalur, atë ka bërë që të ndjesh keq? Po, absolutisht, si të gjithë. Që ditën e dytë të shkollës më mshehen këto babuqet, si themi po, shapkat, që përdoreshin në shkollë, dhe më quanin shqiptare, se nuk do ta them fjalën. Shqiptare di meteo, po. Po. Fiks. Pastaj edhe më vonë, edhe
akoma në universitet më kujtohet që unë thënë u diplomova në liceun klasik, fillova universitetin, unë kam mbaruar për juridik dhe kam licencën jam avokate. Në vitin e tretë të juridikut më shkërkuar që të plotësoja formularin e B1-shtes të italishtes, kështu që të kishe një certifikat të gjuhës italiane dhe e ndjeva vetëm shumë keq që universiteti im të më pyeste të kishte nevojën të dinte a e njeh apo jo unë gjuhën italiane pasi isha diplomuar po në Itali dhe e ndjeva vetëm më keq se kur më çehën shapkat me thënë drejtën. Megjithatë, se universiteti është institucion fundi. Patjetër. Sini tani ti je një zë, ti mund të jesh një zë në një kaos të madhe që mund ta bëni, Dhe ajo që kam fshehur këtë rregull, shapkat, mund të jenë duke pastruar plerat e qytetit. Jo, përveç kësaj, unë dua të bëj një pyetje tjetër, koleg. Ndjes, sa kushërin dhe sa shoqe rinjohe pasi u bëri kryetare bashkie. Shëf qa pyetën? Dolën fisi madh. Okej. shoqëria e zgjeruar, po. Sa vetë janë afruar të thonë, jo, të mësoj unë si bën ato tenderet. Nuk ka, besoj se janë pak banor. Ka është tenderi pastrimit bëhet. Tenderi kripës. Kush e mori tenderin e kripës? Ja. Këtu jo njerë, po kur u ktheva në Shqipëri, herën e parë pasi u zgjodha si kryetare, filluan të më pyesin, ti me qa makine xhiron në qytetu? Me timen! Kam një këshu një rangalle që nuk e u sugjeroj. Më bënin pyetje të çuditshme, më thënë, unë kam përshtypjen se kryetarët e bashkisë në Shqipëri ka një pozitë shumë ndryshe nga imja, edhe ekonomike dhe si status, por që gjithsesi është një pozitë që unë as nuk e lakmoj dhe as nuk do e dëshiroje, sepse liria me të cilën unë bëj politikë këtu është e pashlyeshme dhe nuk ka çmim. Shiko, ti bën gjën e dur në vendin e dur. Ky është avantazhi yt. Dhe përderisa të kanë vënë aty, do të thonë që kanë besim te ty, kanë parë se si punon. Unë të vura re në një foto, në një punë të rëndësishme publike. Ai tuneli aty nuk besoj se është diçka e vogël, nuk e di. Po, ai tunel është një infrastrukturë shtetërore që u përfundua dhe u inaugurua me janë dhe të ministrit Salvini pak ditë para se të fillonin Olimpiadat në Cortina, sepse ishte një infrastrukturë që i duheshe për Olimpiadat. Dhe është një tunel që qëndron këtu, më thënte, në pjeve, në territorin tim. Dhe që një moment shumë i vështirë, me thënë të drejtën, inaugurimi e këtij tuneli për mua personalisht flas, jo si rol, si kryebashkiake, sepse të kisha të bëja me Matteo Salvinin, të jepja dorën dhe ta falenderoja për infrastrukturën që është shumë e vështirë nga ana personale. Megjithatë njihet hipokrizia në politikë, kështu që ti me siguri, domethënë, mos e bëf shpik në hajt, faleminderit që erdhe dhe na mbështete. Kjo është ideja. Në fund ditës ai siç ka qenë është, mos më keq. Jo, ai patjetër mua më bën shumë përshtypje. Domethënë, un kam shije politike goxha më të ndryshme se sa tuat, por ende nuk arriti kuptoj dot shqiptarët që votojnë për Lekën. Domethënë, këtë nuk arrita marrësh. Domethënë, kjo ka qenë një nga çudirat më të mëdha që kam dëgjuar në jetë. Mund t'i pranoj shumë... Jo vetëm shqiptarët, edhe marokinët, edhe të gjithë të huajt. O pike zez. Në masë. E mirë, po që kemi vetëm. Që kemi në rregull. Aty njësoj jemi gati. Që kemi në rregull. Domethënë sindroma e Stockholmit. Përkundrazi ne jemi një nga të pakta komunitete të huaja që akoma votojmë më tepër të majtën se sa të djathtën në Itali. Ndërsa komunitetet të tjera votojnë masivisht ose Melonin ose Salvinin. Ora, Melonin ku ta gjeni, po Salvinin, si ka mundësi në koncept, të bime me flamuj shqiptarë, nejse. Nuk është se... Unë e kam një shpjegime të drejtën, Do ta japësh? Jo, në qoftë se ma kërkoni... Po, mund ta thuash, patjetër. Jo, unë mendoj se të huajt në Itali votojnë shumë si Salvini, si Melonin.
Unë nuk i ndajë, se për mua, për politikat që kanë shtjellur deri tani janë shumë të ngjashëm, megjithëse Salvini e ka figurën, si ta them, të degeneruar, le të themi, nga Meloni, edhe sondazhet vetë japin në zbritje Legën, por që politikat janë pothuajse të njëjta, më thënë, njëjti moçal. Unë besoj se të huajt i votojnë sepse të huajt vinë masivisht nga shtete që e kanë demokracinë shumë të re, ose nuk e kanë fare, nuk kanë një demokraci, nuk e kanë përjetuar në njëherë. Dhe politikat autoritare të djathës ekstrem italiane, sepse është dhe Forza Italia, po është djathë liberale, e moderuar, le të themi, po janë disa politika autoritare që atyre u pëlqejnë shumë. Si për të drejtat civile flas, si për politikat të tjera, le të themi, po që pëlqet shumë njeriu i fortë, që ka fuqi, që e mban shtetin në grusht. Prandaj pëlqet shumë dhe Meloni vetë, edhe nga shqiptarë, sepse neve kemi këtë dashuri të shfrenuar për njeriu e fortë, që e mban shtetin në dorë, s'ka shpar. Shikot, me që se kemi dhe 30 sekonda show. Nëse kjo shlejnë vjen pushtet, Zoti Rama dhe shlejnë mund të ketë tjetër raport që ka me Melonin, apo që deshe si pyetje? Jo, nuk besoj. Nuk beson që do vi shlejnë pushtet? Nuk besoj. Nuk vjen. Nuk vjen. Na qetësove. Jo, vjen. Po nuk ka një raport. Nuk vjen, jo. Po erdhi ajo të hajde në Shqipëri. Po nuk ka, sepse vetë Shleni ka kërkuar që Partia Socialiste Shqiptare të dalin nga PSE-ja, kështu që nga grupi Partive Socialiste Europiane. Kur vin pastaj, e di si e drejtën ne. Si ndi... Dali motor dhe Shleni, Po, ti që do bësh pastaj, apo? Po që do bëj unë, si të vi Shleni, si të jetë Meloni, unë kam pu me kripën këtej. Sindi, faleminderit shumë dhe u shtofshin vajza si ty. Miru pa. Suksese. Krenar disa herë. Edhe se e shqiptare, edhe se e vajzë, edhe se e nga Elbasani pastaj. Edhe se e mënçur. Dhe mos haro atë datën, mos e shty për zë. Përshëndeti prindërit nga ana jonë. Jo të mbarë mandatin e këto, lëri këto. Kismet, kolek, kismet. Shëndeti raspar. Pafshim, Sindi. Pafshim. Tamam. Pas pa Genti. Genti nga Shkodra.